Oj zoj, djelët e mi 18 punëtori kanë pas. 700.000 euro investim, pe 18 punëtorë në 8 punëtorë kanë met me mbyll dikun largu punëtorët. Pse po thonë kem kushte më të mira, na rash rrogën ka 2.000-3.000 euro. Në 8 punëtorë në met pe 18 punëtorëve. Po për zotin i kanë po, jo që i kanë pas pagat, po krejt trusin ato i kanë pas sigurume. Pa nër 500 euro nuk ka pas punëtori më i thjeshtë. Çfarë mendimi ki për qeverinë aktuale? Oj zoj, kur kun folu në qishtu para telefonit, për Albin Kurti, kun thonë që jo vetë vendosje, po vetë fundosje, në qeverinë e parë, u dale vërtet, nuk kom që me full. Tonë për shohin, krejt bota janë gabim, edhe opozita jonë, kurse qeveria aktuale me meshme janë botë. Kush nuk do me full me neve? Kush? Nuk kom që me full me neve. A përmendon që i ka prish raportet kryeministri? Oj zoj, apo zonjush, më falë, për një njeri që qohët e i thetë sekretarit shtetëror, Amerikan naiv, une nuk muj me koni meqëm. Nuk muj me koni meqëm. Une të kom një natë ty. Por kërë një punë nuk duhet a je kapuqin, pavarësisht kush je, qka je, qfar kombi, qfar. Je për mirën e qëti populli, e qëti veni, unë të përshëndeti. Por sot, djelët e mi 18 punëtori kanë pas. Dikun 700.000 euro investim, krejt me kredi, me njerës, pe 18 punëtorë në 8 punëtorë kanë met, me mbyll dikun. Pse jenë largu punëtorët? Jenë largu punëtorët. Pse? Pse? Pse po thonë kem kushte më të mira, na rash rrogën ka 2.000-3.000 euro. Edhe në 8 punëtori në met pe 18 punëtorëve. Tu elçu Kosovën të dole jashtë vendit me punu? I dole marrë vendit. E tash, në vend që me i një mu poplit kush ka me 12 kamionat troni kem, djelët. Shofera krejt e kanë shu në 8 punëtorë për 18 vena met. A ja kini ofru në paga, i kini thonë rrinë se ja u rrisin pagën ose diqka? Po për zotin, i kanë po, jo që i kanë pas pagat, po krejt trusin ato i kanë pas sigurume. So e kanë pas pagën punëtorët e ju? Pa nër 500 euro nuk ka pas punëtori më i thjeshtë. Çfarë firme ki? Provimin e tubzave, të betonit edhe të lypave të betonit për kanalizime. Sot në 8 punëtori në met, 3.000, 2 djemë dhe nipi edhe 5 tjere. Kështu që në ka arë me mbyllë. Ka soj lypshin pagat ata që e kanë shu punën? O, nuk do ishin vesh me në rritë rogën. A kje logari... A ja u rritë rogën? Po, ti eshe bindun që si përmarrjet private, asë një se kanë pas më të madhe se të nga që kanë pas. Edhe jenë shku, po do më mirë. Apo e keni vështirë tash më ja dollë me veç me Jo, apo keni. Po absolut nuk ka shans me mblu veç sigurimin e 12 kamionave, e regjistrimin e gomave e naftës, nuk e përthekojnë muj me muj. Dhe s'kom që më thonë të tërë. Faleminderit shumë, kalo mirë. Nuk po di që më thonë. Soja kishe ofru një punëtorit të pagën qëtash? Soja kishe ofru një punëtorit pagën qëtash? Aty nuk më thëmë kur gjoj, ka djali që ju theq ato se është ekonomist. Por e di që jënë konë shembull, që së si përmarrës dhe vogla që jënë konë me te 20 punëtor, jënë konë unë si përmarrë ato unë. Të të nuk di që më thonë. Faleminderit shumë, kalo mirë. Deri 1.300 euro ka pagën të unë, 50 euro kom po punëtorët me ditën, 2 herë në ditje bukë nuk vinë. Po ka mungesë punëtorëve? Ka, mas jore 3-4 kom po një punëtorë edhe kalon. E kom betë gjallë dikun 5 euro, banë më dha dhe mu, vi edhe unë. Përshëndetje. Përshëndetje. A mundesh më na tregu cili u kon momenti më i keq në jetën tonë? Po, mas lupte kur i na fry, o kon momenti më i keq. Motë se këtë po palata tani, jëfë në një për 0 këta këtal, po mirës ta.
mirë, nuk ka të keq. Nuk është keq. Çfarë mendimi ki për qeverinë këtu? Për qeverinë e Albinit i tham është për para të tesë. Do me thonë ti e ke votu. Po e A kumë. ki me votu prap? Po apet ka me Nëse si vërdo. voton Albin Kurti, kush mendon që i ka me fitu? Albini. Po nëse kë nuk i fiton, kush kishe pas Valla, tjetër? Më konë Vjosa Asmani për LDK-n, vje kësa thonë Vjosa. Po tash ma si s'është Vjosa, si Vjosa është presidente. Po Lutfi Hazirit. Lutfi Haziri. Po. Çka mendon që kishin punu diçka tjetër për vendin tonë? Mi qeli puna të reja, minimue popullatës, Nëse të kisha orë mundësi aty me lëshu Kosovën, a i kishe lëshu? jo. Atë ka na herë na i mundësi dhe i kere? Më ka orë thonë, sa nuk ilsej. Pse? Apet veni jëtë maj mirës. Po nëse të kishe ofru një paga atje shumë e madhe dhe... Për pagë po. Po, një pagë pësa më 5.000 euro për pjetë po. Po një pagë 800 euro e kam qitë rrugën. 800 euro, ku punon këtu? E kam firmën të. Firmën tonë, apo ka mungesë punëtorëve? Ka. Deri 50 euro e kom po punëtore me ditën. 2 herë në ditje bukë nuk vinë. Po atë kanë pas nëjë punëtor që ka kërku pagën mujore me pas 1.500 euro. 1.200 euro e ka pagën të Çfarë unë. firme i ki, më falë? Po firma është Thara Commerce. E kam, Do me thonë 1.000 e diçka ja ke ofru pagën? po 1.200 euro e kom apërua, sugërimin këtu, apo nuk vinë. Cila o konë përgjigje ati? Këtë përgjegja 5 euro. 5 euro. Po. Atë kanë thonë që ju pedojnë edhe pak pagën ma të modhe për shkak. Ja kom apërua pagën, deri 1.300 euro nuk kanë dasë. Do me thonë ki mungesë punëtorëve. Ka Sa mungesë. po mundesh mja dalë ti? Po, unë me Sa familje. punëtori një gjithsej? Me familje. Vish me familje? Vetë me familje nuk vinë. Deri 1.300 euro ka pagën të unë. A ka naj punëtor që pajtohet me qatë pagë, vjen ja fillon edhe e lenë? Mas largë 3-4 e kom pas një punëtor edhe kalon. Ata ka jep arsye mëse për te? Të kretë arsyeja si 5 euro në pak. Edhe i kom të regu, i kom thonë, e kom betë gjallë dikun 5.000 euro, banë më dha dhe mu, vi edhe unë. Unë nuk kanë dasë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është apel për jo bëj rinis të Kosovë, me selësoni Kosovë. Se qëto e keni me dalë, qëto ka punë. Faleminderit shumë. Ka gja, faleminderit. Oj zoje, djelte mi 18 punëtori kanë pas. 700.000 euro investim, pe 18 punëtorë në 8 punëtorë kanë amet me mbyll dikun largu punëtorët. Pse po thonë kem kushte më të mira, në rash rrugën ka 2.000-3.000 euro. Në 8 punëtorë në amet pe 18 punëtorëve. O për zotin, i kanë po, jo që i kanë pas pagat, po krejt trusin ato i kanë pas sigurume. Pa nër 500 euro nuk ka pas punëtori majtë thjeshtë.